Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 24 persona për të cilët thot se ka prova që janë marrë me trafikën ndërkombëtar droge, duke vepruar si një grup i strukturuar kriminal. SPA ka veçuar emrat e Elvis Doçit, Olgerd Shqevit dhe Indrit Tafilit si persona kyç për të cilët thot se rëndojnë akuzat e trafikut të drogës, pastrimit të parave dhe grupit kriminal. Po ashtu SPA cilëson se Erin Lasku, Musa Korça, Alfred Hysa, Ligor Çombashi, Rando Aliu, Altin Pietri dhe Edmond Çupi ishin personat që pastronin lekët e përfituara nga droga, duke bler pasuri apo duke kryer investime të ndryshme, ndërsa 14 të tjerë, mes tyre edhe një ish-punonjës policie, akuzohen si persona të cilët merreshin me trafikun e drogës. Procedimi penal është hetuar në kuadër të një skuadre të përbashkët hetimore me prokurorinë antimafia në Bari, Itali. Hetimet e përbashkëta zbuluan veprimtarinë e një grupi të strukturuar kriminal, të përbërë kryesisht nga shtetas shqiptar dhe italian, me qëllim trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Grupi kriminal operonte nga terreni shqiptar me degëzime në Itali, duke organizuar importimin dhe shpërndarjen e sasive të mëdha të kokainës dhe lëndëve të tjera narkotike që vinin nga Amerika e Jugut me destinacion vendet e Bashkimit Evropian. Të ardhurat e përfituara nga aktiviteti i palishëm i trafikimit të lëndëve narkotike transportoheshin me shofer të autobusëve të transportit ndërkombëtar të pasagjerëve. Kjo për të bërë të vështirë gjurmimin e tyre, si dhe për të shmangur detyrimet ligjore apo shlyerjen e taksave që burojnë nga detyrimi për deklarimin e burimit të tyre. Gjithsej janë arritur të dokumentohen 10 ngarkesa me lëndë narkotike që i përkisnin këtij grupi, por që ishin kapur në portet e Italisë dhe Holandës. SPA thot se ka arritur të dokumentojë dhe të sekuestrojë disa pasuri që kapin vlerën e 12 milionë eurove.